Kanë thënë dietarët. Këto të cilët i lejojnë votimet, lërë që i lejojnë, po ma e keq që se ua kanë bo obligative njerëzve. Ua kanë bo vajib me dalë me votue. E aji i cili nuk del me votue, i ka bo mëkat Allahut subhanahu wa ta'ala. E Allahu thot në Kur'an: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ata i morën priftat dhe rabinat e tyre zotna pos Allahut. Si kanë marrë zotna pos Allahut subhanahu wa ta'ala? Kanë thënë dietarët, ittakhadhuhum musharri'in lahum. I kanë marrë ligjvënës për ta. Si kanë marrë zota në kuptimin se ata krijojnë. Po i kanë marrë zota në kuptimin se ata kanë të drejtë të ligjvënjes. Atë çka priftat dhe rabinat u kanë bo halal, të kanë kësuru halal. Atë çka ata kanë kësuru haram, të kanë kësuru haram. Dhe në këtë mënyrë Allahu i ka cilësu se i kanë marrë për zotna pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot: ma annahum a'taw hadhihi al-makana lil-ahbari wa ruhbani ramz ad-din wa ash-shara'i as-samawiyya. Thot, para mendo, në qoftë se pasuesit e librit Allahu i ka etiketu kështu, i ka cilësu kështu, edhe pse ata këtë të drejt u a kanë dhamë atyre të cilët kanë qenë sinjali fejs, të ata është këthy feja, pra rabinave dhe priftave, të simboli i fejs, që se këtë të drejt ja kanë dhamë simboli të fejs të tyre, thot: فما ظنك بمن يجعل أهل التشريع أجهل الناس وأضلهم من اليهود والنصارى والوثنيين عليهم لعنة الله سبحانه وتعالى. Thot, në qoftë se këtë drejt që ja kanë dhënë simboleve të fesë të tyre, priftave dhe rabinave, Allahu ka thonë, ju i keni marrë për zota, thot, çka thu ti për dikan i cili këtë drejt i ja jep ignorantave më të mëdhoj, të devijumve më të mëdhoj, prej krishterëve dhe jehudëve dhe idhujtarëve. Mallkimi Allah që mbi ta. Qofse nuk u lejoj ka për rabinat, po për këta të cilët dalin dhe e shojnë fejnë Allahut, dhe bëjnë talli me dinin Allah s.w.t. Dhe i shojnë prej kufriateve dhe shirkiateve të qarta, që s'ka polemik të dietar për ato kufriate. Ja japin të drejtin atyre që ata me vendos për jetën e tyre. Çka thuti për këta? Kjo është edhe më përparësore me çelët e devijimit dhe e ndaluar.